A është e vërtet që zban me derdh ujë të nxehtë ose vaj që është shumë i nxehtë, të vlu në ndonjë vend caktuar, pa thënë fjalën bismillah, pastaj me e derdh. Për arsye se ndodh që aty me pas e gjin, sidomos në kuzhinë ose në banjo, edhe vala me e djeg ato normal, ne nuk e kuptojmë, nuk mund ta shohim, nuk mund ta perceptojmë. A është e vërtet që mundet pastaj me u hakmar, qoftë ai, qoftë të tjerë, po them atë shoqëria ose familja e atij e gjini. E vërtet është. Duhet me bë bismillah. Me pas kujdes ku e derdh ujin, sa është i nxehtë, çka me bë, më kon i kujdesshëm në këto pika sepse Allahu xhalla shanuhu i ka kriju të tillë gjë e gjenët që me nejt në vendet caktuara edhe besimtari mos me i dëmtu ata që ata mos mu hakmar. Pastaj në format të caktuara të ndryshme kanë përmend ulemat edhe argumentet lloj format të hakmarrjes. Prandaj për me urujt kësaj në momentin që thot bismillah besimtari mos ta ka gale se edhe nëse ndodh që ka bën në dëm pa qëllim nuk mund t'i hakmirën ata sepse ky e ka kryer obligimin, ka thon bismillah. Pra ka lënë përgjegjësia edhe tek vetë e gjini e nuk mbetet tek besimtari.